Filloj? Ama fillojmë se s'pas kam nerva. Qa keti, pse je kështu si e më mërzitur, si e trishtuar? Jo, se më mërzitur, thjesht është një nga ato ditët që nuk kam fare motivim. Është normale që të ketë ditë që s'ke motivim? Në pamerak nuk je vetëm. Edhe unë në fakt kam shumë ditë që ndihem kështu e demotivuar, por unë kam një gjë që e fake shumë edhe nuk është se dallohet kur jam e motivuar. Rihanna ka thënë fake it till you make Të it. dedikosh shumë dhe koha, me sa kam vënë. Po, unë e kam shumë të vështirë, për shembull kur është koha me diell, jap kuptim ditës, domethënë më rrezaton energjia pozitive, ndërsa kur është shi jam kështu si e vdekur, nuk marr frym, nuk merr frym. Nuk e di, Jo, është shumë nuk urrej shiun. është vërtet keq ato tema se kur E urren shiun si Elita 5. E urrej. Jo, shumë vërtet keq ato tema se kur të bija i diellin fytyrë që në pikë mëngjesit, ta hap syt, edhe sikur je motivuar që të lyhesh, të vishesh bukur, të bësh një foto, një gjë kurse kur është kështu zymë. Ose si po se kur është dielli i bë dhe kompliment diellin, të ngsha syrin. Okej. Po përveç kohës, çfarë janë ca gjëra të tjera që bëjnë të ndjehen të pamotivuara? Unë se di për shembull, unë kur ndihem e pamotivuar, siç jam tjerë së fundmi, unë e kam kështu, duke me bukur ndërkohë që jam e pamotivuar të paktën. Okay. Kjo është it's a start, baby steps. Bravo. Unë e kam kështu që për shembull, unë kam nevojë të krijoj që të motivohem, dhe nëse nuk krijoj me masë, e kupton, nuk motivohem. Dhe më përpara kur kam qenë në shkollë, për shembull pikturoja dhe isha gjithmonë në creative mode. Edhe isha gjithmonë e motivuar, shkëlqeja duke qenë shumë e bukur. Pastaj në përditshmërinë time tani që nuk krijoj më aq shumë sa krijoja më përpara, më nis një ditë e motivueshme kur çohem në mëngjes me qef edhe bëhem e bukur. Dita mund të jetë shumë e keqe jashtë. Po thjesht dal pas jure dhe them sa të bëhem e bukur dhe gjithë dita shkon vaj për mua. Po si shpjegohet, se për shembull tek këto që nuk është gjendje, të paktën për mua, pra unë nuk është se kam një periudhë shumë të gjatë e pamotivuar, por janë ditë specifike dhe unë mendoj që ndonjëherë ju ushtroj shumë presion vetes, se i them, pse s'po ndihesh e motivuar për të shkuar në pilates, pse s'po ndihesh e motivuar për të bërë një ecje nga liçeni, pse s'ndihesh e motivuar. Dhe sforcon veten për ta bërë. Po, dhe push shumë veten time dhe ushtroj një presion. Pastaj ka ditë të tjera që ulem edhe them, it's okay. Si e motivuar sot për të bërë pilates, mos bëj. Nuk je motivuar sot për të dalë me shoqet, mos dil. Kjo e dyta. Një gjë tjetër, po. Unë nuk bëj kur presion vetes time, nëse nuk jam e motivuar dhe nuk do ta bëja gjë, thjesht dua të rri dhe nuk kemi presion pse s'po e bën këtë, pse s'po e bën atë, sepse e kam bërë shumë më përpara dhe më ka çuar në pikën që më bënte të ndihesha më keq pastaj. Nuk është se më motivonte më shumë që ta bëja atë gjën. Që mora të kohën time me qetësim, dashuri derisa të rilind prap. Unë një gjë tjetër që më demotivon është sepse mendoj unë nga fakti që një gjë tjetër që më demotivon është nga fakti që nuk e dëgjoj veten kur ndihem keq. Për shembull nëse vetja ime më thot, "Shikoj, je keq, pusho ose relaksohu." Jo, unë dua të çom ta bëj. Kupton, është diçka që më demotivon dhe nuk e bëj si duhet, pastaj bie në atë gjendje kështu dhe them, "Më mirë mos ta bëja." Kupton, edhe më demotivon për gjërat e tjera në vazhdim. Kjo që kam E di kur sekreti është që ti e di që je i pamotivuar dhe thjesht i thua vetes tënde që çau dhe bëje dhe pi. E pra unë këtë e kam bërë dhe më ka dalë më keq. Po sa herë ka ndodhur që të kanë dalë keq. Më mirë marr kohën time, mbledh energjitë time, thras universin te unë edhe pastaj nuk e di për ju, por mua më heq shumë motivimi dhe rutina. Dhe kjo rutina është e di çfarë është gjëja që unë mërzitem më shumë me veten është kur jam e pamotivuar për të bërë gjëra që unë deri dje kisha luftuar shumë që t'i bëja. E zëm për shembull, ka shumë ditë që mua më kap demotivimi për të ardhur në punë dhe për të bërë këtë gjën për të cilën para një viti lutesha dhe kisha një energji të papar. Në ditë specifike, ja gjithmonë. Kisha një energji të papar, dhe një motivim të papar për të ardhur këtu dhe për të qenë the best. The best. Dhe vjen shumë inat se them, pse duhet më ndodhi mua kjo për gjëra që un kam luftuar shumë dhe kam qenë shumë stoike që ti kem ato gjëra. Do të i marrim të mirëqëna disa gjëra. I marrim dhe të mirëqëna dhe nuk i, do të nga që jeton për ditë dhe thua, ësa aty e kam, kupton dhe të kap ajo. Të kemi frikën që mund ta humbas. Neve pse na ndodh që kur largohemi jashtë vendit, për shembull,
udhëtojmë ose diçka sikur ndihesh pak më kështu e relaksuar ose motivuar, sepse e largon mendjen nga gjëra që bën dhe kur kthehesh të mungon kjo gjë që po bën. Unë për shembull si dem që jam një dem që vdes për rutinën time dhe nuk e ndërroj me asgjë në botë. Por karta ime astrologjike ka shumë shenja zjarri që nuk rrin dot me një vend, kështu që un kam gjithmonë këtë luftën, më pëlqen rutina dhe pastaj është ajo që tha Kristalli, e marr rutinën për të mirëqenë që ose aty e kam dhe më demotivon. Dhe mundojmë gjithmonë që ta zgjoj veten time të them shiko Kisiana, do ta bësh. Nuk e pse ti je kështu, po që është okay. Dhe të kesh edhe ti nëse je pa motivuar në këtë moment është shumë okay të kesh ditë boring edhe ditë që nuk ke qef të bësh asgjë, por ditën tjetër do jetë një ditë e bukur. Është okay të jesh të mos jesh okay, pra është shumë okay. Nuk është të thënë ti ushtrosh presion. Ku di un prap mendoj që thjesht duhet të thuash vetes sot do çojmë të ta bëj atë gjë. Okej, Klea, përveç kësaj, çfarë duhet bëj tjetër dikush kur është i pamotivuar? Nuk është se ka një zgjidhje, se ti po kalon një periudhë të keqe që you're feeling down, edhe nuk është se ajo është me buton që tani ti do bësh diçka edhe do jesh prap e motivuar dhe e lumtur. Ti thjesht duhet të mbushësh mendjen vetes tënde dhe ajo që tha Ema dhe Rihanna, fake it till you make it. Po ka një gjë, për shembull, okay, fake it till you make it. Un nuk e di për ju, por kur jam e demotivuar, më pëlqen shumë që të flas me veten. Është si të flas me një shoqe. Po. Ju duket si çmenduri, por në të vërtetë ashtu është. Dhe thjesht e pyet veten, çfarë po të shqetëson dhe i kthen përgjigje vetes. Do të thonë ulesh dhe e merr veten si dikush që e ke përballë, që të reflektosh. Unë e gjej veten shumë mirë kur jam vetëm të flas. Po. Kuptoj pak më shumë rreth gjendjes time, se nuk e kupton dot. Ti ke shumë gjatë, unë thjesht ja fuz gjumit, ha ushqimin tim të preferuar, shoh ndaj film. Jo, flas në momente të caktuara, për shembull kur ke një fazë që sa thotë është ato ditët e mira. Po. Ditën tjetër, kur ke një fazë shpërthim, ta periudhë me veten time. E kam fjalën, po është mirë të merresh me veten. Po ja marr bollmi, e kam fjalën kur lodha. Kur ke një fazë shumë, për shembull një vit që je në një gjendje dhe ulesh dhe bisedon këtë gjë. Këtë do thoja, se Klea tha, thuaj vetes çow ose ku di un pak më parë thash që është okay të kesh ditë jo perfekte dhe të kesh ditë që ti je mërzitur me çdo gjë dhe nuk të bëhet asgjë. Por problemi qëndron që siç tha dhe Ema, ti duhet i vendosësh disa frena vetes tënde që kjo një ditë të mos bëhet një javë, të mos bëhet një muaj, dhe të mos bëhet 6 muaj dhe më pas të kthehet në gjendje. Pra nuk duhet ta marrësh dash tek kitizi, se ka pasur raste ku un kam pasur një ditë jo të mirë dhe më ka vazhduar edhe të nesër dhe më ka vazhduar edhe një muaj rresht. Në një muaj rresht nuk është bërë asgjë. Nuk e di pse kjo gjë ndodh shumë në verë. Po a je çuar dhe ke bërë diçka? Jo, vera është. Mua më ndon në dimër, u bllokohem. Vera është shpëtimi im, do të thënë vera mund të jetë vetëm periudhë vitit që unë ndihem e motivuar që nga ora 12 e natës deri në orën 12 të natës së ditës tjetër. Specifikoje pak, e motivuar për çfarë? Për koncerte, për plazh, e motivuar për çdo gjë, sepse për të ardhur në punë, pa motivuar. Jo, po sepse edhe puna jon revolves around going in the beaches, e kupton? I ti ikën në plazh. Po ne manifeston këtë verë, urojmë. Ne gjithë verën Ne gjithë verën vjet kemi qenë duke xhiruar në plazh. Por ishte e vetmja periudhë në këtë punë që unë çohesha dhe thoja, prap ishim për punë të punoj. Nuk është më motivuar, tisha me ju aty në plazh. Varet si shef, se ndoshta për punë, për mund ta më kujtoj kjo shprehja. Prit, ta them edhe një gjë të fundit. Thuaj. Do thoya edhe një gjë, duke lidhur pak dhe me këtë që the ti. Se ne jemi në punë e duket sikur bëjmë qef. E ndonjëherë dikon shumë tek perceptimi që kanë njerëz nga ajo që shohin nga rrjetet sociale. Nuk është qef për zotin, nuk është fare qef. Mos i besoni fjalës që thonë nuk është qef. A merr i lekë aty? Nëse Kristalli, Ema, Klea dhe Kisiana që duket sikur kanë një jetë perfekte nga Instagrami, nga YouTube, kanë ditë boring dhe shumë të pamotivuara, edhe ti e ke, nuk ka. 4 nga 7. Ato 3 tjerat janë me shtyme të motivuara. Nëse ne ndjem të pamotivuara dhe çka kemi bër? Çka kemi bër? Çfarë bëm? U mblodhëm. A bëm një gjë? Varet? Si e shef? Do varet si e shef. Shifeni ju si e pamë edhe ne. Po. Ne po ikim për të bërë piknik! Ku do ikim? Në pez. Tani janë 3 peza. Pezë e madhe, pezë e vogël, pezë helmet. Te e madhja. Qa është kjo fundit? Helmet. Pse e madhja? Sepse jemi të mëdhaja. Vaj, modën, ben! Nëse, shpresojmë të na mbaj koha, po ne për atëherë do me që është hap kohë për në piknik, kemi Po, vesh pra. shumë ngjyra me gjëra, po shohim.
Hello. Hi, how are you? How are you? The problem is the remote later. The what? Remote. What We are leaving at 4 and nobody in the hotel. At 4. At 4. What time is it now? It's okay. We want to let our things here and then we can take the car and go outside. You know? Understand me? Yeah, but you can park over there and Yeah, over there. There, too. You don't have the You don't open the door anymore. But what about now? Can you open the door now? Open the door. Or we're stuck here? Open the door. Yeah. over there. Can we just let our things and then we take the car and park it outside? Things now here and Thank you. Okay, thank you. You are Thank you, ablacığım. But you are going now. at 4. At 4, Or okay. kena kryer në gjona. Dilni ngrini të gjitha rraqet që janë aty mrapa dhe do i marrim në dorë dhe do ikim të bëjmë piknik. Për t'ju shpjeguar, ne kemi bërë një sfidë. Kemi ndarë se cila ngjyra që do sjelli gjëra për piknik. Unë kisha të kuqen! Dhe ta dini ju sa gjëra të mira kemi marrë, që unë me zor po presi has, jam në lukse e vogël. Unë kam e las. Hande nga Klea? Shifini kamera shifa virus. Ke marrë më shumë lule. Ema ka bërë me hile, ka marrë 2 ngjyra, dhe verdh dhe blu. Kemi marrë dhe nga një trëndafil edhe Ema ka marrë blu, Krystalli jeshil, unë e ka marrë të kuqe, Klea ka marrë roz. A tani si me gjënë time të preferuar që ka marrë nga gjitha gjërat e kuqe? Okej. Ka marrë një turshi spec. Se? Është e preferuara ime. Unë vdes për turshi. Kurse unë ka marrë, me qenë se kisha ngjyrë jeshile, ka marrë ullin. Hape? Do i ham, o zot. Edhe unë me shiu keni marrë këto 2 gjëra, kaq të bukura, unë kam marrë që të shoqëroni. Faleminderit, do ham meze. Unë përveç gjithë gjërave roz që mora, që i pash aty dhe thash se do t'i marr, kam bërë diçka speciale vetëm për juve. Qa? Kam bërë një kek me arë kokosi. Po Kam bërë është njësoj sikur të kafshosh një re. Ti shpejti Ta nisë shohim këto gjëra speciale. Kurse unë kam bërë byrek me spinaq. Tregoja pak të zotin kamerë. Unë kam bërë fli, po nuk është në kamera, kështu që do i kita marrë. E ka bërë vetë me nonën me saç. Tani ka marrë moll, ka marrë lule shtrydhe që e di që ne të gjitha i ham dhe do i shijojmë. So, e kam këtu këtyr që bie ngrohtë. Mëra krari! Po krere? Çfarë krari? E kam për të kërplo. Mbi fli kryje. Mirë, po i hapim. Unboxing. Bëjmë unboxing. Shiko, ty janë them paraprakisht që këto nuk janë të lara, po do t'i ham? Sa nuk e Jo, marrë? janë larë. Nuk e marrë ujë? Uj, Ishte të Që do të merje ujë. se imja. Po ty ta lam që të merje ujë. Ma lapë s'maj mëndun. Oke, se na të thamë bli ujë. Tani nuk ka uj. Po ç'a do bëjmë? Do vdesim për ujë. Super, vdesim për ujë. Faleminderit Klea që më suporton. Unë kam vendosur të bëjmë si një zanë sot me lullet, i përshtatesha kohës dhe temës që kishim, po në fakt koha nuk ishe shumë në favorin tonë, gjithsesi vetëm mos të bjeri shit, lutem, mos bjeri shit, lutem. Bukur dy shi. Piknik në shi? Po më Na ndjekin e këto se shëngolem atëherë me shiun. Ej, doli bukur. Shumë bukur. Që do provojmë? Do provojmë. Ej, ma, kemi për provuar flin tënde. Po ja se erdha sot kap të kotën. Okej. Dhe do ham shi. Ani shumë kohë e mirë. A mund të bëjmë një plan sikur është në shtëpi po? Unë nuk e ha. Nuk e ha? Jo. Do të nuk është se e kam preferuar, po një kafshat për emën do e haja. Okej, po do bëjmë sikur është realisht më keq. Unë nuk e di se seriozisht se kam provu kurrë, po diet e keqe më. Krystalli po na influencon keq. Nuk duhet ta bëjmë, unë e dua emën. Jo. Hajde. O Ema, do provojmë flin, po hajde. E provojni flin. Tani me E kam bërë çashkën? unë. Me E kam çashkën? bërë unë me nanën, është kështu me qumër s'është. Me brum, ka qumër, kos, gjallë, ka Ka të gjitha. provojmë me vërtet flik kurrë? Ja. Na Kristiana? Ta dinin kishim marrë dhe i çadër plazh. Për zotin, edhe i çadër na duaj, edhe Ato syzet, më duhet se ka makinë. krem i falë vaj, syzet. letra plazhi, ishin fix. Çka ke? Ta kem pak çat, e më shnesh. Çse?
Që është brum pa pjekur e ma. Asira. Kajra në pulmet, asnjëherë. E dhi. Asira. Ti bëm shumë dia. E po mos ndosha ka pas ser shumë shtimall. Ma kesh të mesh. E ma kjo është pa pjekur. Duket kështu. Nuk e ha. A ke provuar të tjerë më parë? Nona ime vjen super flin. Jemi katë, mos ta tregojmë kamerë se Si më çaka? ai ma. Shumë dizi bëhet fëmijë. Ai ma. Dizi bëhet fëmijë. Nuk është një. Ai ma, nana jote, sa vjeç ka shku? Se na vrau sy dhe Mos ka harruar produkte, duhet të hedhur brenda. Mua tani doni më nxjerr në kamerë si legene. Nuk e kemi këta ato shpirt, të shumë nuk ka. Ose ta bëj ta hapim ne para të themi sikur shmend. Okej, nisim ne. Jo, nuk e bëjmë më. Pse? Po jam leje fare. Sa mërzitemi? Ose hajdo Nuk e prapë se dua. nuk ishte Zemra është brum pa pjekur, do më zej barku. Zeles më dukta. Ai ma, po mirë se s'është fare. Bëjmë kështu sikur është e mirë. Hajde bëjmë sikur. Po jo se dua një gjë që është mirë, pse duhet dalin gjë Hajde, mi, sikur është po, mirë hajde, kamerë. nisem, Jo, bëjmë. jo, Fillojmë Zema, dhe një jo. herë. Jo të lutem. Hajde, Jo. Ema. Po jo pra. Nuk dua, na merreni, hajeni. Doni ta hanen, s'doni, shumë mirë. Prit, ema një sekond. Ta ndezim këtë. Qesh, qesh. 2, 3. Do provojmë flinë e emës. ishte shumë e mirë. Prit më. Ja. Edhe një herë. Hajde dhe i herë. 1, 2, 3. Tani do provojmë flinë e emës. Hajde? Pse nuk kam? Hajde. Të mos më nëzita, kam seriosisht, të bëjmë dhe një herë. Tani do provoj flinë e emës. Mere? Pa ke si janë haje, se më ke shoqe. Mos janë kopës. E se në kapi fortuna, Jo me qa fortuna është super Okej, po. gjë e parë pa e provuar ende, është shumë e shkrifët. Edhe hapesh, si hapen petët, e shikoni? Pa shu duhet jetë flia, kështu hapet. E shpejtët. Zakonisht e pjekur në saç, po kjo qera si shumë e mirë. Shumë e mirë, ma më pëlqen është e shkrifët. e shoh edhe shoh që është shumë e mirë. Okej, apo provoj edhe Është shqe. shumë e mirë ve shoh, duke ja e kam stomakun shumë keq. Për zotin nga rruga, si Sa shumë. kjo e ma thë shumë e mirë. Shumë qënduar. Super e mirë. Gjithkush të provoj. Nëse më bëjnë piknikët pa mua. E ma Totalësh. Ishte prank! Ishte një prank! E këtë kamera! Është mbrada Ishte prank! E kam seriozisht. Po edhe në seriozisht ishte prank! Te kamerave e kam shumë seriozisht. Po ishte prank! Po çfarë prank po i? Hajde se na u lagëm patatina. A ishte prank o burr? Provoni pak kekun. Okej. Provojeni tani. Urgjent. Shifeni pak se i butë është. A? Ne përdorim vetëm kekun nga Klea. Shifeni sa i butë është. Në qoftë se ju doni të hani ushqimet tona që ne t'i gatuajmë vet, na kontaktoni. Çmimet janë shumë të Hani rëndësishme. shpejt se na i lagu shiu. Ju mund të keni parë çfarë do lloj Për çfarë shiu komplet? Për shiun e diellit. A do luajmë militar? Luani ju militar se unë jam vesh për plazh. Hajde. Politarin ku do e gjejmë? E dija që do hiknim në jogë. Nga mënyra se si është. Ka mënyrë të mirë. Okej, do luajmë militar. Okej, unë e ma hedhim. Nga e kemi? Kujdes, kujdes! 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 Kujdes se do vritesh! Kujdes! Gjashtë. Kujdes! Bravo! Bravo! E kam unë. 2, Pakuj. Janë gotat. Mendoje të tillë. Jo, ku e ka? Prit. O zemra, prit një sekund! Sot. Prit se kam më shishën! A ke të shishen? Një pak, lutem. O Krista, na të kujtë, s'ka si ujë, zajti. O Krista, na të kujtë, s'ka si ujë, zajti. Shime të ka, je shi. Një nga një! Hajde, Kristof. Po e pi me shishe! Pi me shishe. Ujë, bujimi të pesës. Ma që me Çfarë do luajmë tani? Volejbol. Po, hajde me to! Hajde.
Absolutisht asgjë. Uj, kushte Uj, uj. ballashe. Uj. Doni të uj. Shti pak. Me radhi. Loga me i vogli. E kam radhi. Faleminderit. Hajde mi gosisht. Hajde bëjmë gëzuar. Gëzuar për gjithë kohët e bukura. T'ja me shishe, a? Zuar. Shqyna ka beku zotin uj. Edhe me diell. Ka shumë dallë pas ka sot. Ja. Dagë? E mund të le vetëm flokët këtu? Po jo se s'kap. Po t'kap dielli aty. Po të shtriem do. Po të kishim i çik vaj, po ç'ka ta blej. Po ç'ka ta blej. E ke aty. Vaj këtu moj. Po ty nuk mjafton gjithë ky horizont me shezllona që vjen ta unë? Mly pak. Kujdes. Është shu vaj ulliri. Dar kthehemi çik. Okse ktheu. Se po isha. Sarë. A? Dielli fort. Tash me risu. Faleminderit Ema. Mora pak syzet se nuk po. Wow, po ne pas kena shetë duke më tej. Tani shem shumë. Është kështu rarë, është rarë. Fun fact për mua, unë kam shumë frikë nga peshkaqeni. Ti ke pa në ke? Jo kur. I kam vizitu. Si e mendon? Si qa noti bëka ai? E fort ashtu që kthehemi. Seriozisht, tu e pa. Bog, vetëm që sot tetra, 55 janë. Hajde. Ne. Po shikni ke bida. 3 maç, 4, 5, 6, 7. Kolor. Kolor. Kujdes. 4, 5, 6, 7, 8. Kolor. 5, 6, 7, 8, 9 vjet. Po deri 9 po e ma. Pas. Mirë, s'ka gjë. Pas, po ta. Ti e hodhe po as kam mortaker, nuk vazhdo kjo. Kena ma fyt. Kena ma fyt. 6, Bom. pas kam bomb tetash. Bom tetash. Bom tetash. Bom fanash. Bom fanash. Në shef për ta ke ime, s'kam pas. Asun s'kam. Crystal Hë, kena gjë ti? Kjo ka vetëm 3 tresha, 2 4 5. Po mos shifa plak. Kjo vetëm Pa burrin. dy tresha. 2 tresha, 2 katra. 2 gjashta. 2 dera. S'ka kjo, se atash. Po ti ku pi pemi? Unë heqa du. Edhe Po je skuadër me ato, plaka di me lujta jo, po na harxhokon kohë. Mja pas. Stop. 2, 3. Kecat Beba do performoj tani live për ju. Ta ta ra na, ta ra na na. Shalom, e trembesh Keca Beba, blici bam bam, jam go vogël roz, di veç me bofos. Na? Na? Klea? Kishe kokën kristal. Ik më andej. Hajde dhe ti bufi. Mi isha të duar kristal ka shpëtëm. A jam qëndëro? Je pak në cep. Hapi. Po ik moj? Unë mendoj që ka ardhur momenti që neve t'i marrim gjërat dhe t'hikim, sepse është shumë vap dhe nesër do zgjohemi shumë të sëmura. Në fakt për te realitetit dhe për te shakas. Për ti shakas, realiteti është më bizhi. Po na ka zënë shiu shumë keq. Unë jam bërë me blu. Unë po dridhem nga ftohtë, ti ndoshta fytyra ime nuk është shumë e lumtur. Si shikon. Ti mendon. Jo shpirt, e ndjej. Tash varet se shikon e tam po. Hajde çohemi dhe bëjmë marrim këto gjërat i ham te vila, çfarë do bëjmë? Ua, sa nga ananas moj. Po hamoj ti se do ta ham ananasit. Me rujm. E ruajmë për vitëri? Gusto është ashish, ato retornë erdhi. Ata ruajmë për vitëri? Pam. Ruajm. Ti Hajde. bledi në tani këto gjëra. Hajde.
Nejse, ne piknikun tonë në mblodhëm, sepse jemi vajza punëtore dhe të pastra. Nuk lejmë pisliqe. Tani? Do ikim. Do ikim tani. Ikim. Do e përshnis me ndonjë këngë rrugë. Po doli dielli të vetohem, shi me fat. Wow, të shife! Doli dielli moj! Sa të pa fata duhet jemi nga 1 në ne. Jo, jemi të fata. Të fata, jemi të fata. Jemi të fata se ne se mblodhëm manifestuar. gjëra. Gjithçka fillon nga mendimi, fuqia mendjes, ne rikthyem Për diellin. 2 orë. Për 2 orë erdhi dielli këtu. Imagjino çfarë mund të themi në gjë tjetër për shembull. Tani do ikim, hajde se do ikim. Po këtë lloj pikniku sa kishim provuar asnjëherë. Umeka. Ore, Në plasëm. plazh. Ore, plasëm, ç'është kjo vap? Ishëm prill? 40 gradë. Ishëm prill? Papa. Se di. S'kam fjalë. Nuk e di se si e mbijetuam atë piknikun, po e di ç'a di. Nëse para kësaj, t'ju themi pak që gjëra shumë të bukura na presin në verë, në këtë vap që ka nisur që në prill. Kështu që nëse doni të shihni akoma më shumë nga ne, Na bëni subscribe që të jeni të updateuar gjithkohës ç'a bëjmë ne. Se do vinë gjëra shumë të bukura. Tani, ç'a kam bërë unë këtë herë? Ne kurioze? Ne se kemi parë, do e shohim tani për herë të parë. George kuriozat? Klea bën gjëra të bukura. Përshëndetje Keca nga sot. është momenti që ju të na tregoni se sa shumë jeni kënaqur me këtë episod. Dhe të na bëni subscribe për gjëra më të bukura në vazhdim. Mua!
Ándale.